Banorët e fshatit Golem po përballen me mungesën e infrastrukturës, dhe sipas një studiu 10 familje i përmbajtur të izoluara. Bëhet fjalë për 7 kilometra rrugë rurale, që janë prej fshatit Kolonje deri në limet e këtij fshati, e që shkreta amortizuar në të vetë metë që nuk shkojnë në ato të lartat. Banorët pavarësisht se disa herë dërguar nga bashkia e jetë skret për pastrimin e saj, por duket vetëm se kjo është e përkohshme. Kjo ka stresuar lidhjen e banorëve, e madje në planën ekonomike pasi këta të fundit që do të sillen asnjë produkt pështitje për shkak të mungesës së rrugës. Rruga, siç është me ca probleme, po nuk mund të thomi që nuk është vënë dorë në udhë. Që nga vjet deri si vjet bashkia, administratorët e komunës, krenari me zotin Ylli Muo e kanë hapur rrugën vjet 4 herë brenda një jave. Ato 3-4 malore, siç ja ka shtruar dhe kryeplaku, duhet vënë dorë. Falenderojmë Alpon që erdhi në lartësi 960 metra me nivel detit dhe komunikon me këta banorë, të cilët në këtë stin jemi shumë të kënaqur, ndërsa në dimër të vish këtu është shumë vështirë. Fshati ka shumë probleme. Këtu tani banojnë shumë, për rreth 40 familje, ndërsa në dimër ngelen 10-15 familje. Problemi i fshatit është gjatja që është kryesori e njëherë. Kemi biseduar edhe me kryetarin e bashkisë. Mendojmë që do të vënë dorë sepse ka probleme. E vetmja media të paktën që keni ardhur në këtë fshat, sepse këtu kanë ardhur edhe mediash, na kanë premtuar se do ta bënin problematike siç është situata, por nuk kanë bërë asgjë për rrugën, nuk kam të them çdo koment sepse pamjet që ju mor tregojnë vetë. Dhe na ka lënë mëshirë të fatit. Pa rrugë, pa asnjë gjë. Ky është fshati mish ka rruar. Skeç, këtu është skandal, këtu ka jetë. Qofse pastaj shteti thotë që nuk duhet largohen nga fshatet e këto, në rregull, hajde, ose t'i ndytnim edhe ne qendrave urbane. Hajde rrim. Vjen të kërcasim gjyqtërinë atje, të kërkojmë asistent. Ndërkohë bashkia e Gjallëkastës e pritet për këtë problem, me vërtetë se ka ashtu projekte për rehabilitimin e rrugës së Golemit, është gati dhe pritet të implementohet shumë shpejt. Në fakt, sot që flasim, ne kemi vetëm 4 segmente në gjithë territorin e bashkisë Gjirokastës të pa asfaltuara që me të vërtet qytetarët shprehin shqetësim dhe e kanë problem lëvizjen e lirshme të tyre. Është segmenti Andon Poçi Hund Kuq, një segment 3.5 km me projekt të gatshëm që pret financimin, segmenti i fshatit Kolonj Golem rreth 6 km, i cili ende nuk ishte bërë as faza e fizibilitetit, as projekti, pasi është një projekt që parashikohet i vështirë për shkak të relievit, është segmenti i fshatit Zhulat dhe i fshatit Fushbardh. Gjithsesi, pavarësisht se këto janë të pa asfaltuara dhe të pa programuara për investim për këtë vit, ne ushtrojmë mirëmbajtje të vazhdueshme në këto segmente. Aktualisht ka përfunduar mirëmbajtja e rrugës së Zhulatit, e rrugës së Fushbardhës dhe kemi në diskutim dhe sipër ndërhyrjen e rrugës së fshatit Golem.